Plot 50 milion euro për një sulmues që shënoi vetëm 6 gola, prej tyre një nga penaltia dhe atë në Premier League. Jørgen Strand Larsen la vullnesin për Crystal Palace për një marrëveshje që shokoi jo vetëm Premier League-ën. Për dallim nga ky sezon, ai sezonin e kaluar shënoi 14 gola, duke regjistruar sezonin më të mirë debutues në historinë e Wolves në Premier League. Karriera e tij nisi në Norvegji për të vazhduar tek Groningen në Holland, pastaj Celta Vigo për të ardhur te Oqërit e Premier League. Wolves në deklaratën e tyre të shitjes e ka kundjuar paksa Larsenin, duke shkruar se ky sezon ka qenë i vështirë për të. Vetëm një nga 6 gollat e Larsen erdhën në Premier League, dhe ajo një penalti kundër Burnley. Tani sulmuesi 25 vjeçar norvegjez do të kërkojë të rrisë shifrat. Një marrëveshje për 50 milion eurosh për vetëm 6 golla, një çmenduri e vërtetë e afatit kalimtar. Kjo tregon edhe fuqinë e klubeve angleze për dallim me ato spanjolle, italiane dhe gjermane. Tani Strand Larsen është gati për një kapitull të ri në Premier League, te Crystal Palace, aty ku do të shikohet çdo lëvizje e tij.